Mirë, jemi rikthyer në studio dhe do flasim për shëndet. Shumë njerëz mendojnë që dhimbjet e qafës, shpinës apo dhe gjunjëve vijnë nganjëherë nga stresi, puna apo një neglizhencë që ne e bëjmë në përditshmërinë tonë. Her pas here harrojmë të shikojmë poshtë dhe të kuptojmë nëse e ecur rajon është një veprim që ne ekzekutojmë në formën e saktë. Shpesh herë konsiderohet diçka natyrshme, ne dimë që ka lloje të ndryshme të ecurash, por është shumë e rëndësishme të kuptojmë që një ecur e bukur nuk është një ecur e mirë dhe anasjellta. Për të vënë disa pika mbi i, për të marrë disa përgjigje, për mbi të gjitha bërë disa teste dhe të kuptojmë që jemi për mjek dhe për doktor, jemi në studio me fizioterapistin Endrit Mone. Mirë se vjen, shumë kënaqësi. Mirë se jemi së bashku sërish. Dhe jemi me zemrën në dorë sepse jam i sigurt do na duhet të shihemi më shpesh pas takimit të sotëm. Jo, duhet jemi pozitiv në rast se do shihemi më shpesh se do e trajtojmë besoj. Nëse kemi problem. Problemi është ashtu siç thashë Syriani, shumica e anashkalojnë problemet e shputës. Po. Ndërkohë që është baza e trupit. Çdo lloj problematike që ne kemi mund të vijë nga gjymtyrët e poshtme, sidomos nga shkelja. Edhe në momentin që ne kemi një dëmtim të pjesës së shputës, atëherë kuptohet rëndësia e saj kur ne i bie të ecim me njërin këmbë apo të çalojmë. Dhe aty kuptojmë që gjithçka merr forma të ndryshme nëse ne keq shkelim, në gjuhën shqipe. Pra, nëse ne mbështesim këmbën shumë. Duhet të theksuar që shputë normale pothuajse nuk ka, sepse ndikohet nga shumë faktorë. Ajo përbëhet nga 33 kocka dhe mjaftueshëm ligamente dhe muskuj të cilat veprojnë me njëra tjetrën për të ruajtur stabilitetin e gjithë trupit. Dhe ne njohim më së shumti dystabanin ose këmbën e sheshtë dhe kjo shpeshherë ngatrohet me shumë patologji të tjera dhe të gjithë themi, ama se të gjithë jemi nga pak dystaban apo të gjithë ecim në tillë mënyrë ose ecën si ecja e patës, e cila përdoret edhe është patologji, është patologji që italianët e përdorin shpesh këtë gjë. Por baza kryesore e vëzhgimit janë fëmijët, kur janë në zhvillim e sipër, dhe ky është meraku i gjithë prindërve që kanë merakun e tyre që gjithçka të zhvillohet ashtu siç duhet, sepse nga një keq shkelje, gjuri është artikulacioni pasardhës. Dhe nëse ne keq shkelim, gjuri do ndikohet mjaftueshëm që të futet nga brenda, të dali nga jashtë, të vej përpara ose mrapa, pra të krijojë forma jo të duhura dhe në tillë mënyrë ndikon te pjesa e koksofemorale, te pjesa e legenit dhe gjithashtu te pjesa e shtullës kurrizore. Dhe nuk është as pak e çuditshme që çdo lloj problematike që ne kemi mund të jetë një ndihmës shumë e mirë nëse ne shikojmë pjesën e shputës ose mund të gjejmë thelbin e problemit. Endrit, në fakt sot do t'rregojmë konkretisht ose do shojmë më saktë se si do bëjmë një ekzaminim unë edhe Syriani. Unë njerë që keq shkela fluturova, nuk e di a e ke para apo jo videon time, që unë fluturova, kështu që bëjmë mirë që ta nis unë. Këtë madje me shumë kënaqësi. Me shumë kënaqësi. Duhet të theksuar që sot ekzistojnë mjaftueshëm mjete teknologjike të cilat neve mund të na vinë në ndihmë. Po. Gjatë gjithë kohës është përdorur ekzaminimi fizik dhe kjo është e pa neglizhueshme dhe nuk e zhvlerëson asgjë, pra 80-90% e problematikës shikohet fizikisht për të kuptuar se si ecën dhe se si mbështet, pastaj mjetet e tjera ndihmëse të cilat neve na vinë në ndihmë për të kuptuar gjurmën e shputës dhe kush cila nga pjesa e shputës shkel më tepër duke ngarkuar atë zonë dhe duke krijuar inflamacione në atë zonë. Dhe në tillë mënyrë pastaj përdoren mjetet e tjera ndihmëse, siç është pjesa e rehabilitimit fizioterapeutik ose plantaret, të cilat janë shtroje ortopedike të personalizuara, të cilat neve na ndikojnë që të krijojmë një bazament sa më të mirë duke lehtësuar ngarkesat të cilat vinë. Cilat janë, përpara se nisim nga puna, pak në kuptojmë ja dy informacione që t'i drejtojmë fizioterapistëve dhe ndoshta të bëjmë një gjysmë vetë diagnozë dhe të kuptojmë që kemi nevojë. Disa shenja që trupi na jep kur ne keq shkelim, mendoj që është neglizhenca më e madhe që humanët, njerëzimi ka, asnjëherë nuk e logjikojnë mënyrën se si shkelim në to. Atëherë, ecja njëra një kohë asnjëherë nuk ka vuajtur nga shputa tek të vjetrit që thoshin ne s'kemi pas asnjëherë problematika sepse kanë ecur mjaftueshëm zbatur dhe gjithë pjesa e muskulaturës është forcuar dhe ka bërë të mundur që të vetë riparojë mjaftueshëm dëme. Ndërsa me pjesën e marketimit edhe të llojeve të ndryshme të këpucëve, neve kemi bërë të mundur që t'i prishim format e shputës. Dhe nga këpucët dhe nga terrenet e ndryshme të cilat ne shkelim dhe nga urbanizimi që ju thatë për shkak të arsyeve të cilat ne harrojmë të ecim dhe gjithçka e zgjidhim me mjete të tjera, shputa futet ose më shumë siç duhet në punë me anë të këpucëve të ndryshme dhe të dëmshme, ose nuk futet fare, të cilat pastaj harrohet dhe neglizhohet. Dhe këto janë mbi ngarkesat të cilat shputa merr.
por siç të thash, ne do shikojmë një ekzaminim fizik dhe pastaj kompjuterik. Bukur. Sot do fokusohem këtu. Do bëjmë një Gjëja e parë që do bëjmë është do qëndrojmë pa lëvizur. Më ndihmon Suriani vetëm pak duke mbajtur skaletën, edhe do mbajmë sa të heq dakat për të bërë gati. Ka marrë eksperiencë. Edhe po uroj që mos të kesh shkel më deri në sezonin tjetër të paktën. Atëherë që Alma mua mos më ftoj më, do shikojmë te Alma një skuqje e cila takat e kanë bërë dhe e kanë ngushtuar. Në këtë mënyrë, nëse ne vazhdojmë të ditë kohës duke veshur kucët jo ideale, do formojmë halus valgus ose atë kockën e dalë. Është krijuar tashmë. Që tani thonë ama se të gjitha femrat e kanë nga pak, por jo, nuk duhet krijuar sepse ajo më së shumti përveç anës gjenetike është patjetër dhe nga kucët e ngushta. Okej, vajza stakat, ka i duart me takat, s'ka më Mund të takat. qëndrosh nga të duash ti që mund të kapi kamera, po në pjesa e mbrapme e themrës. Kështu që mund të kthehesh me shpinë nga kamera ndoshta? Atëherë do duhet të qëndroj këtu, më the? Me shpinë nga kamera ndoshta? Me shpinë nga Sepse duhet të shikojmë themrat. Okej, në rregull. Mënyra se si ne shkelim mund të na shikohet nga dalë tek pjesa e shputës, te pjesa e themrave, nëse dy tendinat e kilit ose themrat marrin nga brenda, ose dy maleolat fillojnë edhe bashkohen me njëra tjetrën. Ky është ekzaminimi fizik statik, që ne shikojmë nëse kemi problematik apo jo. Dhe pastaj këtë gjë mund ta dallojmë edhe me anë të kompjuterit. Nëse ti kthehesh me fytyrë të nga kamera. Vetëm qëndrojmë, ulim duart. Sikur na masin në shkollë për gjatësim, po qëndroj. Këtu ne dallojmë që njëra këmbë shkel më shumë se sa tjetra. E shoh dhe unë. E shë dhe ti, Pjesa e themrës së këmbës së majt kemi një peshë shumë herë më të madhe se këmba e djathtë. Dhe gjithashtu pjesa e sipërme e këmbës, pra pjesa e metatarseve, ka një ngarkesë shumë më të madhe se sa këmba tjetër. Të gjitha këto na tregojnë për një ngarkesë të anës së majt, e cila nuk ka, ndoshta jo detyrimisht lidhet me shputën, por mund të lidhet me posturën. Pra nëse ne mund kemi një devijim të kolonës, e cila neve na bën që gjithë pjesa e qendrës së trupit të rëndojnë nga njëra tjetër. Kjo është njëra mënyrë e ekzaminimit, dhe pjesa tjetër mund të jetë në ecje për të kuptuar edhe mënyrën e ecjes. Okej, atëherë tani do ecim. Vetëm një sekond. Pa u rrëzuar këtë herë. Po. Larg syri keq. Jo syri, po syri keq. Shumë delikate. Okej, atëherë. Këmbë do shkelim me pedan dhe këmbë tjetër. Ti do hecesh natyrisht siç ecën ti normal. Okej, do mundohem të eci sa më normal për të kuptuar se ku kam edhe problemet. Po kaq keq eci zakonisht. Gjatë shkollës që bëhet ekzaminimi, ne shikojmë edhe mënyrën e nuk jam njeriu perfekt në të ecur. Trupi ndikon të shputa apo shputa ndikon te trupi. Po fol edhe për ne të gjatët, se ne kemi shumë problematika të për të ecur. Patjetër, ju të gjatët e kemi diskutuar që nga mënyra e qëndrimit tulur, që nga mënyra e qafës, shumë gjëra tjera të cilat. Dhe pjesa e femrave kanë, ju e diskutuat pak më parë me një kolegen ton, pjesën e qëndrimit tek femrat, sepse edhe ajo ndikon edhe te pjesa e shputës. Nëse ne shikojmë te pjesa e shputës që merr gjatë kohës një ngarkesë, normalisht pjesa e harkut përpara të shpinë të legenit merr një formë më të egzageruar, duke bërë të mundur që gjithë pjesa të bjerë te pjesa e themrës. Dhe kjo ndikon përsëri edhe te pjesa e shputës dhe te pjesa e kolonës. Pra kanë lidhje si mënyra që ti qëndron apo nëse mund të vi nga pjesa e shputës. Bëjmë edhe një ecje tjetër? Patjetër, të shohim se ku e kemi problemin. Do bësh 2-3 ecje rresht. Okej. Nuk e dija që kur erdha në punë sot, dita ime do ishte ndërtuar me disa ecje në studio. Nuk jam njeriu perfekt. Shqipja ka një fjalë të bukur, ecejake. Ecejake. Nëse mjaftojnë, mjaftojnë. Tani jam gati të mësoj se si është problematika. Kanë gjitu dhe njëherë në kull. Ja të ngjite mirë në katinet. Moj princesh. Moj princesh. Rikthyem videon e famshme. Do të thënë, Endriti flet, mua më dhem gjuri, nuk e di, domethënë, kam përshtypje që më shumë se për vete, thjesht për një shok të çdo ndodh. Periudha janë shumë kureshtar. Endrit, kolega ime, si paraqitet gjendja e saj shëndetësore? Nëse shikojmë, kemi ndryshe tek pjesa e ecjes dhe ndryshe tek mënyra e qëndrimit. Pra kemi një ngarkesë, ndoshta dhe e përshëndetshme juaj nuk ishte ashtu siç duhet. Por zakonisht ne vërtetojmë mënyrën e të shkelurit se si trupi qëndron në mënyrë statike dhe për dalluar edhe deformimet e tjera të kolonës. Nëse zakonisht tek personat të cilët mund të kenë edhe probleme të gjurit, një dhimbje të cilën ty të detyron që trupi të spostohet në njërin anë,
dhe ajo fillohet edhe më njanohet me anë të trajtimeve të ndryshme, ose të personat të cilat mund të kenë lindur, ose si pasojë në dëmtimi mund të kenë njëra këmbë më shkurtë se sa tjetra. Dhe kjo është një gjë e cilën e shohim shpesh dhe njerëzit janë edhe abuzohet me termin që njëra këmbë mund të jetë më e shkurtër se sa tjetra, por realisht duhet gjetur arsyeja pse. Mund të jetë një me diferenca milimetrike ndërmjet shputave, por gjithashtu problematika mund të vijë nga kolona. Pra një skolioze e zonës lumbare mund të bëjnë që pjesa e legenit të spostohet pak më sipër se sa tjetra si pasojë e rotacionit të vertebrave, dhe ti gjithë mënyra se si personi e ndjen ose si duket nga jashtë duket sikur është diferencë ndërmjet gjymtyrës. Ndërkohë gjymtyrët janë të njëjta dhe këto gjëra mund të eliminohen shumë nga llaj. Me sa di unë nuk vuaj nga skolioza, e kam në nivele shumë e almës nga njëra të këmbë e djathtë shkel më së shumti në anën e jashtme të këmbës, ndërsa këmba e majtë pothuajse nuk shikohet fare zona. Por nëse këmba e djathtë janë të dyja këmbë të djathta, sepse e majta nuk është, tani gabojmë këtu, sepse këmba të ecja që ju bët ishte ndryshe. Dallohen disa hapa, hapi i parë se si është, hapi i dytë se si është dhe hapi i tretë se si është. Dhe të gjithë kjo ngarkesat duhet filluar të eliminuar për të kuptuar nëse shqetësimi lidhet me imazhin. Po që është me problemin tim, nuk ka faj. Se s'kemi njësë, s'kemi shkuar të problemin tim. Ju më thënë që tjetër. jeni dy staban, por nuk jeni dy staban. Okej, kam një këmbë të harkuar. Bravo. Ajo pjesët cilat më diskutuan pak më parë, diferenca, do më thënë, gjunjët e bashkuar me njëra tjetrën, mund të sjellin një keq shkelje, ose gjunjët në formë oje ose në formë X-i. Këto janë dy gjërat më shpejt. Në formë oje genovarm ose në formë X-i, siç e keni ju genovalgun. Dhe kjo gjë ndodh te personat të cilat mund të jenë të shkurtër ose të gjatë. Okej. Të cilat më shumë se sa normal, le të themi. Po, jemi më shumë se sa normal. Dhe kjo gjëja bën të mundur që keq shkelja të ndikohet edhe në imazhe, por edhe në dhimbje dhe lodhje të më së shumti, duke ngarkuar zona të caktuara. Nëse ne fusim këmbët nga brenda, gjithë muskulatura e sipërme nga gjuri e sipër është më pak e shkurtuar dhe gjithë ngarkesa e të dy shputave futet nga brenda. Gjithë pjesa e shputës rrin në këtë mënyrë, duke bërë edhe rotacionin e dy kockave kryesore të këmbës. Ja, gjithçka ka nisur nga ajo keq shkelja. Patjetër, unë një palë kantare do t'i heq sot, do ja shes dikujt, kështu që nuk i shit. Vazhdojmë së Ja nis nga puna tani, më shoj një kuriozitet. Duhen çorape apo pa çorape? Syriani ka harkun më shumë se ç'duhet. Duket edhe me çorape edhe pa çorape, të cila është forma e ndryshme e genovalgum dhe e gjujme të bashkuara ose e dy stabanit. Edhe është një ndër patologjitë të cilat neglizhohet më së shumti. Qëndrimi i harkut më i madh se ç'duhet i formës i harkut me djalë, gjithë ngarkesën e shpreh te pjesa e metatarseve dhe te pjesa e themrës, pra në dy pika mbështetje dhe jo tre siç është zakonisht pjesa e shputës. Dhe kjo bën që të kemi një lodhje më së shumti te zona anësore e pulpës dhe pjesa e muskujve tibial dhe pjesa e pulpës. Dhe ngarkesat e gjujmëve lidhen shumë edhe me mënyrën e shkeljes së një harku më shumë se ç'duhet. Ti heq çorape? Patjetër. Për mua mund edhe mos t'i heqësh sepse është problem fare. As e kam problem fare. Jo, ti heqë çorapet. Publik i dashur. Kemi parë këmbët legenjarë. A e gazit pa takseni. Tani, duhet të rrim kështu, Në qoftë se dal me komplikacione shëndetësore. Jo, me fytyrën nga kamera. Në qoftë se dal me komplikacione shëndetësore, bëuni gati të më sillni kompost. Ju ulim pak duart, që trupi të rinë normal. Dhe nëse kthen kokën, kupton që gjithë shputa jote nuk mbushet në asnjë vend tjetër, vetëm në dy pika. Unë sprek fare në tokë. Ti sprek fare në tokë. Ndryshe nga Alma, e cila peshonte më shumë te njëri krah dhe mbushet. Me një këmbë jam unë, rregull. Në tokë jam. Me një këmbë. Me një këmbë qëndroj. Kam një suport paktën me njërin. Çfarë duhet? Edhe ecjen që të shikoj? Ecjen si jo. Hajde Syrian, urojmë që mos t'jesh për komposto, nuk duam të shpenzojmë me ty. Po Florenca, e ndriti këtu do jetë edhe gjatë publicitetit. Edhe një tjetër, mund të bësh një kontroll. Me ty morëm imazhet e plota, ndryshe nga gjysmat që morëm nga Alma. Faleminderit Endrit. Hajde Syri, mund të vishesh. Mund të vishesh. Mund të vishesh. Publik i dashur, s'keni parë asnjëherë në historinë e televizionit shqiptar një moderator që vesh çorapet live.
Jo, ç'është kjo? Shfaqje e huaj. I kisha të reja çorape. Do thoshim dikur është shfaqje e huaj kjo. Po shqyqysh që s'kishe dhe një çorape problematike. Kështu, me vrima, thonë fukarallik nuk i vesh ashtu. Gjithë imazhi që pe ishte ajo të cilët dy pikat kryesore të këmbës dhe mbi ngarkohen më së shumti. Dhe në tilla raste është super nevojshme që edhe pse nuk ke simptoma, edhe pse nuk ke dhimbje, edhe pse nuk ke lodhje, ose ti mund të kesh, por në mënyrë të pavetëdijshme nuk i lidh detyrimisht me pjesën e shputës, është e mira që pesha kryesore e shputës të shpërndahet në një zonë më të gjerë dhe të marrë ngarkesën. Në tilla raste përdoren plantarët, shtroje ortopedike të personalizuara, të cilat merren masat në mënyrë 2D ose 3D, sot teknologjia ka ecur për të kuptuar edhe për të me anë të formës tënde, dhe gjithë harku jot ka sensin që të mbështetet tek pjesa e shputës duke shpërndarë gjithë zonën dhe pastaj bëhen kontrollet rutinë për të kuptuar dhe për të bërë diferencën ndërmjet mënyrës se si ke qenë më përpara, si ke qenë më mbrapa. Një faktor i rëndësishëm, sepse pak më parë më pyetët nëse mund ta bëjmë me atlete, për të kuptuar rëndësinë vërtet të plantareve, bëhet edhe një ekzaminim me plantare me atlete, se si këma ndryshon shkeljen kur nuk është shtroja brenda në atlete dhe kur është shtroja brenda në atlete. Sepse sot ne diskutojmë për shumë lloje këpucësh që i mora ortopedike, por gjithçka që ka pjesa e atleteve brenda është një material mjaftueshëm i butë dhe me një hark jo të personalizuar. Ne po flasim për gjëra të personalizuara. Edhe të kam një pyetje për fëmijët, duke qenë se gjithçka nis që në vegjëli, për zgjedhjen e atleteve, vizitën e parë që duhet të bëjnë ndoshta prindrit nëse vënë re një shkelje jo të mirë dhe rëndesa e çantës që kanë, çantës së shkollës fëmijët, sa rol luan që ne të keq shkelim? Atëherë, çdo lloj deformimi në gjymtyrët e sipërme mund të ndikojë te pjesa. Folëm pak më parë për harkun më shumë të egzageruar të pjesës së legenit, ose për skoliozën, siç tham, që një asimetri e trupit mund të bëjë që pesha trupore të spostohet më shumë te njëra këmbë se sa te tjetra. Kështu që pjesa e çantës dhe çfarëdo lloj ngarkese ose deformimi të gjymtyrëve të sipërme ose të kolonës, patjetër që ndikon në mënyrën e mbi ngarkesës të pjesa shputës, sepse nuk kemi folur ende dhe nuk i prekëm fare çfarë ndodh me pjesën e shputës, sepse folëm vetëm për pjesën e formës, ndërsa te fëmijët zakonisht konsultat e para bëhen pas moshës 3 vjeç. Atëherë kur pjesa kockore, le të themi, është konsoliduar disi dhe ka filluar që edhe harku të kuptohet, por pas moshës 5 vjeç mund të fillojë trajtimi më ideal i mundshëm me plantare, ndërsa fëmijët të cilët realisht kanë probleme që në momentin e ecjes, pra që në mosha 2 vjeç e gjys e mbrapa, mund përdoren gjërat më rigide të mundshme, siç janë këpucët ortopedike të personalizuara dhe shtrojet ortopedike të personalizuara, të cilët për të ndihmuar dhe për të dhënë një suport shumë herë më të mirë. Dhe kjo gjëja shkon dhe shikohet deri në moshën 12-14 vjeç, kur problemet më të mëdha të shputës mund të bëhen kirurgji, por ajo është një pjesë mjaftueshëm shumë e vogël dhe pjesa tjetër mund të trajtohet në mënyrë konservative, siç folëm. Por problemet më të hasura të problemet e shputës kemi fashitin plantar, pra inflamacioni i fashitit plantar, metatarsalgjia, e cila është inflamacioni nga mbi ngarkesat e zona e poshtë gishtave të personat të cilët ndikojnë vetëm te njëra zonë ose te zona tjetër edhe tek pjesa e femrës në fund të shputës, sporet kalkanare, të cilat janë sjepat kockorë, të cilat duken grafi dhe ngacmojnë gjatë gjithë kohës, dhe kjo është mjaftueshëm e hapur dhe vështirë të gjendet trajtimi. Kemi halus valgusin, të cila bën të mundur ajo gunga, të cila del të gishti i madh, të cila pastaj bën që ne është krijuar në fakt të dyve, të cilat bën shtytjen e gjithë gishtave dhe ndihmon pjesën dhe ndikon tek pjesa e mënyrës së shkeljes. Dhe pastaj gjërat të cilat sapo i folëm, që është harku më shumë se ç'duhet ose harku i rënë. Një ecje e bukur, apo njerëz të cilët duket sikur atë veprimin normal njerëzor ecin e bëjnë bukur, a ka të bëjë me një ecje të shëndetshme apo ne në mjekësi flasim për gjëra funksionale, në momentin që nuk flasim për çështje estetik. Estetika. Kushdo që vjen edhe trajtohet për probleme të shputës, ne i themi nga ana estetike mund ta shikosh përsëri kështu, sepse është shumë e vështirë që ne të ndryshojmë formën e shputës me diçka të jashtme, qoftë me këpucë apo qoftë me pjesën plantare, por ana funksionale që mos të dëmtojnë strukturat e tjera të trupit është shumë e rëndësishme. Duhet theksoj edhe një gjë tjetër e cila pothuajse është totalisht e neglizhuar. Ne merremi me plantaret, me këpucë ortopedike të personalizuara, me gjitha gjërat të cilat mund të ndikojnë te pjesa e shputës, por harrohet të bëhen ushtrime specifike për pjesën e shputës, sepse të gjitha gjërat që sapo folën janë në mënyrë statike, të cilat neve mund ta ndihmojnë pjesën e shputës dhe gjithë pjesën e trupit. Por nëse ne fillojmë me stërvisim në mënyra të duhura, sidomos te fëmijët, të cilat nuk kanë balancën e duhur, nëse nuk kanë koordinimin e duhur, nëse nuk kanë hedhjen e hapit, pra ecin me majtë të gishtave gjatë gjithë kohës,
Të gjitha këto janë situata të cilat neve na ndikojnë mjaftueshëm në rritje. E qartë. Tani, do duhet që ne të shikojmë problemet që kemi. Të marrim masa, ti nuk e shet atë shtrojnë që kemi. Jo, e bëri shitjen, e bora unë. Shkurtimisht. Ka shpejt dhe unë ke burare? Sepse pyetjen që bëra kam për çuna që ecin kështu. Pra me këmbë të hapura dhe kam parë dhe prandaj referohen pyet tecurës estetike. Janë çuna, një prej tyre jam unë. Pra, për këtë tecurë kam, me këmbët Pjesa e ecit, ne folëm pak më parë që është patologji që ne e shprehim. Pjesa e të ecurit në këtë mënyrë është mënyra e vendosjes së kockës te pjesa e acetabulit. Nuk ka të bëjë shumë me pjesën e shputës. Dhe kjo gjëja mund të vetë korrigjohet me kalimin e kohës në periudhën adoleshente ose të hedhurit e këmbës në tillë mënyrë, sepse ka shumë fëmijë të cilët hedhin në këtë mënyrë. Dhe pjesa e hedhjes së këmbës në këtë mënyrë lidhet drejt për drejt me vendosjen e pjesës së femrit në acetabul, e cila nuk është kongruente dhe gjithkohën ajo lëviz dhe varet se si pozicionohet. Dhe në tillë mënyrë pjesa e muskulaturës duhet kontraktuar ose lëshuar nga njëra anë për të stërvitur në vazhdimsi. Por të tilla suporte ndonjëherë nuk na ndihmojnë. Por na duhet se s'bën të bëhen trajtime të specializuara për sa i përket mënyrës së ecurit. E qartë, Endrit, faleminderit shumë. Shkënaqësi gjithmonë. Shitjen e bëre, unë i mora, ju thash pak më herë që do patakseni dhe ndodhi. Të blije kaq shpejt, por ne kemi një herë në një shkëputje publicitare. Faleminderit për gjithë informacionin. Kthehemi pas pak.